Ajo mendoi se ishte e sigurt në shtëpinë e saj, por mëngjesi i djeshëm u shndrua në një makth. Në Lipjan, një grua dyshohet se u dhunua nga burri dhe vjera e saj. Por çfarë ndodhi brenda atyre mureve? Dhuna në familje vazhdon të mbetet një nga plagët më të rënda të shoqërisë tonë dhe rasti i fundit nga Lipjani ka tronditur opinionin publik. Një ngjarje e rëndë e raportuar mëngjesin e djeshëm hedh dritë mbi realitetin e dhimbshëm që shumë gra përjetojnë brenda mureve të shtëpisë. Sipas informacioneve zyrtare nga policia e Kosovës, një grua ka denoncuar se ka qenë viktime dhunës fizike dhe psikike nga burri me të cilin bashkëjeton, si dhe nga nëna e tij. Rasti është trajtuar me urgjencë nga autoritetet, ndërsa viktima ka pranuar ndihmë mjekësore për shkak të lëndimeve të marra. Pas raportimit të rastit, 2 të dyshuarit janë arrestuar dhe me vendim të prokurorit kompetent janë dërguar në mbajtje. Ndërkohë viktima është larguar nga ambienti i dhunës dhe është kthyer përkohësisht tek familja e saj për të qenë në siguri. Është raportuar se viktima femër kosovare ka psuar dhunë nga i dyshuari me të cilin bashkëjeton dhe nëna e tij. Viktima ka pranuar trajtman mjekësor dhe është kthyer tek familja e saj. 2 të dyshuarit janë arrestuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, thuhet në raportin zyrtar të policisë. Ky rast rikthen edhe një herë në vëmendje nevojën për reagim të shpejt, institucional dhe ndërgjegjësim shoqëror, në mënyrë që dhuna në familje të mos mbetet e heshtur.